Mersi shumë jo. Sa shumë kujtime do të shkruajmë ditar. Përshëndetje dhe mirë se vini me Noli Show, Noli TV këtu në Rock Hill Community TV në kanalin 14. Nderi dhe kënaqësia që ndran gjithmonë kur kam një pjesëtar të artit dhe të filmit, me qenë se unë sot do ta kem një mik të ngushtë, me qenë se para një viti kemi zhvilluar një bisedë rreth filmave në Albani. Dhe me të vërtetë sot pranë meje kam Aurel Naçin, shkrimtarin, producentin, personin që bën filma shqiptar, kështu mirë se ke ardhur. Faleminderit Noli, faleminderit për ftesën. Është kënaqësia jonia që të jemi sot edhe të bëjmë pak bisedë për punën e juaj, për rrugtimin e juaj të suksesit. Kam parë diçka, edhe nuk mundem të ndaloj që ta them. Njeri 24/7 punosh për film, vetëm ty të kemë. Është shkënaqësi kur ndjek pasionin. Me gjithë ato vështirësitë që ka kur jeton në vend të huaj, pasioni nuk të le gjithmonë, është diçka që të mban gjallë dhe të motivon. Atëherë do të kthej pak mbrapa, do të na tregosh origjinën. Po. Sa vite jeni në Shtetet Bashkuara të Amerikës, sa keni qëndruar në Shqipëri, pak do të hyjmë pak edhe. Po e them me pak fjalë biografinë, jam lindur dhe rritur në qytetin e Korçës, një qytet i bukur, i vogël turistik, po me një kulturë që ka nxjerrë shumë artista të njohur, regjizorë, këngëtarë, piktur, poet, gjithashtu. Dhe jam rritur me dëshiren dhe pasionin shumë për artin, që në fëmijëri kam qenë një fëmijë shumë i aktivizuar, në shkollën se atëherë ishte 8 vjeçare, tani ka ndryshuar, termat janë 9 vjeçare, në shkollën 8 vjeçare, kam qenë në teatrin e shkollës dhe ne vinim shfaqje përpara korridorit të shkollës, ku prindit ishin audienca e parë, ata që na motivonin, na dhuronin emocionet. Atë ne vendosim shfaqje të ndryshme dhe unë brinja rolin, si që ishin, kem patur një mësuese shumë të mirë që ka dashur të ushqejë artin tek fëmijët, tani jeton në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, unë me përshëndes, Janila Bega, ajo na shtynte që ne të ecim drejt artit dhe organizonte gjithmonë festa. Më pas rriteshe dëshira, rritën ëndra të mbarova gjimnazin, rritet ato dëshirat bën më të mëdha se sa çfarë afrona e qyteti vogël me ato pak kushte që ne kemi patur dhe ka qenë dëshira për të parë një botë tjetër, për të eksploruar një botë ndryshe, për të parë vendin ku ka lindur kinematografia, siç është Hollywoodi, Los Angeles. Dhe kjo rriti shumë dëshirën time për të emigruar në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Pas gjimnazit, unë jam larguar drejt Shteteve Bashkuara të Amerikës dhe këtu ku jetoj edhe tashmë në Albany me familjen time gjithashtu. Atëherë cilat janë ato projektet e tua të fundit tani që jeni duke punuar? Tani pas suksesit, rrugtimit të suksesit që pati Aroma e Trëndafilit të kush tek festivalet ndërkombëtare, ku u vlerësua me 13 çmime dhe 5 nominime, tani mbarova një film tjetër të shkurtër që titullohet The Last Kiss, puthja e fundit. Është një subjekt i cili trajton vendime që ne marrim si ndikojnë ato në të tashmen, po si ndikojnë edhe në të ardhmen. Gjithashtu janë edhe, është ajo pyetja mes dëshirave që ka zemra dhe realiteti, kur këto ndeshen me njëra tjetrën. Më ka pëlqyer si subjekt, më pëlqen të trajtoj natyrën njerëzore të njeriu, dilemat që njeriu ndeshet në jetë, dhe këtë e kam vendosur në një film të shkurtër. Kam marrë në 2 role kryesore, është një aktore amerikane, Jenna Elise, aktore të cilën unë e kam njohur në festivalin e filmit të 40 që u zhvillua në Fort Lauderdale. Një festival me peshë ku jam vlerësuar me çmim të parë, Best Drama, edhe aktoria ishte vlerësuar Best Actress në filmin që ajo prezantonte. Atëherë dhe gjatë bisedës kur morëm çmimet kishte dëshirë të bashkëpunonim dhe unë kam një bashkëpunim shqiptar-amerikan, kam sjell një aktore amerikane dhe një aktor shqiptar, djalë të ri, që unë kisha dëshirë të jep mja krahas sepse shikoja pasionin e tij, quhet Arber Loci, jeton në New York,
djali i talentuar, e pëlqeu, e pranoj me kënaqësi ftesën time, e pëlqeu dhe skenarin dhe besoj se se tani jemi në fazat e post-production, ka dalë diçka shumë e bukur, performanca ka qenë e shkëlqyer dhe unë shpresoj të japim rezultate po aq të mira sa Aroma e Trëndafilit të Kuq. A do të kem një film të plot së shpejti? Po punoj, po merrem me një skenar dhe kam dëshirë të realizoj një film të plot, por nuk dua të nxitohem, dua që ta bëj një hap të sigurt, më pëlqen të bëj diçka të bukur, të sjell diçka ndryshe në kinematografinë shqiptare, ndoshta diçka që ne na ka munguar, sepse gjithmonë jemi fokusuar në atë kinematografinë e komunizmit, të viteve para 90 ose pas, që kanë qenë filma ose prodhime që kanë sjell dhe audiencën, por nuk e kanë sjell në atë formë dhe në atë mënyrën siç ne nderonim kinematografinë italiane, kinematografinë franceze, dhe shpresoj të sjell diçka ndryshe. Dhe si që ndronë këtu aktorët, se në Shtetet Bashkuara të Amerikës kemi shumë aktorë, si e shprehin nga ditëshmërinë ata që të vinë edhe të suportojnë, të ndihmojnë, edhe si është kjo? Për fat të keq, ne nuk kemi një faqe interneti ose në një vend ku të mblidhen artistët, ku ti prezantohesh me artistë, me njerëz me talente të ndryshme, jo vetëm në fushën e kinematografisë, po në fushat të ndryshme të artit, letërsi, pikturë, këngë, pse jo. Do të ishte mirë që ne të kishim, siç është shoqëria Vatra, që na fton ashtu të kemi dhe një degë ku të përfshin të gjithë artistët që jetojnë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ata që akoma kanë dëshirë të ndjekin pasionin dhe ëndrrën e tyre, dhe kjo do na jepte mundësi të gjithëve për të bashkëpunuar, për të prezantuar me njëri tjetrin. Ne na mungon kjo dhe unë kam dëshirë, dhe ju që jeni përfaqësuesi i shoqatës Vatra dhe i kulturës, të krijoni një degë ku ne të kemi hapësirën tonë kur të mblidhen të gjithë njerëzit që kanë dëshirë artin. Me qenë së në vetë që jam një performant i artit dhe kulturës, për atë ka marrën edhe në Vatër që t'jem këshilltar për kulturë dhe për art, por t'i ofruar njerëzit që kanë nevojë suportin juve artistave, për atë edhe sa ke atë lodhshmërinë, sepse ju jetoni në Albany. Pastaj ka aktor në New York, ka aktor shqiptar që në Los Angeles, Florida, gjithka. Si është e puna menaxhimit juaj? Si e menaxhoni këtë punë? E menaxhojmë sepse nëpërmjet Facebookut, nuk ka zgjidhje tjetër tani, nëpërmjet rrjeteve sociale janë shumë të favorshme, por siç e theksova është domosdoshmëria e krijimit të një dege ku të gjithë jemi vetëm në një faqe që të jetë apostafat për njerëzit e artit. Besoj kjo do të jetë më lehtë se sa të arrish të komunikosh nëpërmjet njerëzve, me të pyetur. Zakonisht ndodh dikush që prezanton, thotë ky person jeton. Unë para pak kohësh mora vesh ne kemi dhe një aktor i talentuar nga Shqipëria që ka ardhur jeton edhe në New York, pra nuk e di nja kjo, po të ekzistonte kjo faqe, ne detyrimisht do informoheshim më mirë për njerëzit që vinë, sepse ka dhe aktorë që vinë, lëvizin gjithashtu. E kuptoj, kjo është e vetmi vështirësi që i mban shqiptarët larg për të mos afruar dhe bashkuar me njëri tjetrin, për të punuar, për të krijuar diçka. Qoftë edhe një shfaqje teatri apo dhe nuk e di, një skeç të vogël. Me të vërtet, kjo ide jashtë masë kam pëlqen edhe mua si individ që jam në pjesë të artit, edhe me të vërtet do t'ishte mirë për shqiptarët tonë që sa të qoftë formohet një faqe zyrtare për artistat, për aktorët edhe për njerëzit që kanë dëshirë të shfaqin ose një film të vogël, se me të vërtet, po sa është suporti i shqiptarëve këtu në Amerikë, sa e keni suportin? Duhet dhe një zë i fuqishëm që t'ju bëj thirrje dhe komuniteteve të bashkohen, sepse ne kemi komunitete çdo qytet, çdo shtet në Amerikë ka komunitetet e veta, por komuniteti të fokusohet jo vetëm tek festat e flamurit ose festat e fundvitit që ndodh shpesh në organizime, por t'i japin dhe pak energji, t'i japin dhe ndihmë artit, t'i japin dhe ndihmë njerëzve që kanë dëshirë, për shembull
ka piktorë të cilë nuk kanë mundësi të krijojnë një ekspozitë, pra duhet dhe mbështetja nga komuniteti gjithashtu. Pra ne duhet të fokusohemi më shumë edhe në artë, sepse në vërtet sillim traditën tonë nëpërmjet veshjeve, këngëve dhe valleve, po përveç kësaj ne kemi dhe artin, dhe arti është diçka që dhe përfaqëson më dinjitoz një popull, dhe do të ishte shumë e rëndësishme që ndoshta edhe nëpërmjet këtij emision të shërbejë dhe si një këmban zgjimi për t'i thënë komuniteteve që të kontribojnë më shumë të ndihmojnë më shumë në fushën e artit. Ju kam pa që keni marrë pjesë në për shumë festivale. Ju kam pa gjithka. Sa është e lodhshme ajo që t'jesh një pjesëtar, të marrësh pjesë në për festivale shumë të mëdhenj. Në radhë të parë një na bën krenar sepse duke patur parasysh kushtet që ne kemi, me ato pa kushte, unë nuk kam patur producent për të realizuar filmin, e kam realizuar me forcat e mia, dhe më vjen mirë që dha rezultat të mirë sepse gjitha ajo mund ajo punë dha sukses, dhe kjo vërtet më bën krenar. Por bën krenar dhe kuptoj kinematografinë shqiptare, sepse kemi patur një prezantim shumë dinjitoz në për festivalet, jemi vlerësuar me çmime. Nuk them se është rasti i parë, kemi patur dhe raste të tjera që filmi shqiptar të roket në festivale ndërkombëtare, por kur shpirti independent, shpirti i pavarur, pa një përkrahje, pa producent thjesht arrin kap një sukses të tillë, kjo është një arritje, por dhe një hap për të inkurajuar dhe njerëzit e tjerë që kanë pasion për të realizuar filmat independent. Atër, çka do të na thuash pak për Producer Club, me qenë se aty është një band që shqiptar gjithmonë vinë dhe i promovojnë filmat e shkurt aty në Producer Club, edhe duhet ta falenderoj Fredin, me qenë se është një njeri shumë që i hap dyrë shqiptarëve tonë. A ka nevojë për shembull që të ketë një vend edhe më të madh, edhe të jetë një vend pak më gjigant, se shqiptarët e tonë që po bojnë filma, kemi pas shumë filma dokumentar, kemi pas serialet vogla, kemi pas filma dhe me trazhit të gjatë, të bukur, edhe si duhet trajtohen këto, mbështetja e shqiptarëve amerikanëve, si duhet jetë për t'i bërë këto? Fredi gjithmonë, dhe unë e përshëndesi, kam mbështetur artistët e kaluar hapësirën e vet, por ne na duhet një vend, një kinema më dinjitoze, se një hapësirë më dinjitoze, sidomos për filmat e plot, që të ketë një hapësirë madhe, por gjithashtu ne edhe një teatr, dhe ne nuk kemi një teatr, nëse do të vendosësh një shfaqje teatri, këtu nuk di ku do adresohesh. Unë kam vendosur para disa vitesh një skeç të vogël në Universitetin e Arteve, në shkollën në qytetin ku jetoj, por nëse nuk kisha mundësi që dikush të kishte një teatr në New York, pse jo mos e realizonja aty. Pra na duhet një hapësirë, jo vetëm për kinema, një hapësirë më e madhe, por dhe një teatr dinjitoz ne na duhet. Me njohurinë tënde të artistave dhe të regjisorëve, producentave dhe të aktorëve që jetojnë të në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sa është numri i madh i tyre? Unë e di për veti, po ju vetë ju pes. Për artistat sash, por nuk e di shpeshën për shfaqje, unë tani po them me një numër kot, por kam parë të paktën në fushën e artit, mund të them që në New York profesionistë si regjisor, ndoshta skenarist, aktor, aty besoj se janë mbi 50 veta që i njoh, që janë njerëz që kanë një potencë të shkëlqyer për të dhënë rezultat të mirë. Me qenë se ne shqiptarët i kemi gjithmonë filmat dhe dokumentarët i kemi në nivelin të dur që i bajmë edhe me të vërtet në rrugtimin tonë, shqiptarë që kemi kaluar shumë sfida, sidomos pa marrë parasysh Kosovë, Shqipëri, Maqedoni, gjitha këto vendet, që prodhojnë dhe bëjnë filmat dhe mundohen që t'i binë këtu, kostoja për ardhjen këto, me të vërtet është një kosto shumë e madhe. Si e mendon, çfarë suporti duhet me qenë që me i suportu këto gjanat e bukura dhe bashkëpunimet, si është ai trendi që të hyni edhe bashkëpunën edhe me amerikanët? Bashkëpunimi do të ishte më dinjitoz, do të thosha më shumë se kuptohet. Ana financiare është e vështirë, por bashkëpunimi është një diçka që njerëzit duhet të bashkohen për të realizuar, sepse ka një kosto shumë të madhe
dhe kjo ta bënte më të lehtë realizimin e projekteve. Po për sa i përket financimeve, ndoshta komunitetet ose vatra të tëra mund të krijojnë një buxhet që t'i jepet vetëm për prodhimet kinematografike ose të teatrit, pra të ngrihet një komision, të krijohet një buxhet, ndoshta edhe në një atë GoFund, se tani kjo GoFund është bërë shumë e njohur, por do të ishte më dinjitoze sikur një organizatë ose një shoqatë ta merrte përsipër dhe një buxhet për të ndihmuar dhe artin që jeton përtej oqeanit, siç është Amerika dhe vendeve të tjera. Kjo do të ishte diçka shumë ide e mirë. Me qenë se ju e dini edhe vetë në Shtetet Bashkuara të Amerikës ka grante prej shtetit që japin grante për lloj-lloj grant japin, a keni tentuar në herë që të provoni që të merrni grant edhe nga shteti, që ti tregoni me transkipet e juaja, ti tregoni gjërat se çka bëjmë ne, që t'ju besojnë edhe sadoqoftë, t'ju suportojnë dhe t'ju t'i ndihmojnë. Unë e di që shteti këtu grant ka vetëm një lehtësim takse, por nuk ka fond, për shembull siç e kemi mbështetjen siç e ka në Shqipëri mbështetje nga qendra kinematografike. Këtu është një lehtësim takse që të thotë nëse ti realizon një film dhe shteti i New Yorkut tani e ka bërë 35% merr mbrapsht të ardhurat, ato buxhetin që ti e hedh për të bërë një film, por duhet ta realizosh që të marrësh mbrapsht ndihmë nga shteti. Nuk është që ti mund ta marrësh më përpara për ta realizuar projektin. Të paktën në dijen time, nuk e di, ndoshta shtetet e tjera e kanë ndryshe, këtu ku jetoni ju është ndryshe, po aty ku jetoj unë është që ke një lehtësim në taksën, që t'i jepet shteti taksën për çdo artist, që të xhiron dhe duhet kesh, jam i sigurt që duhet të jetë të paktën mbi 75% e xhirimit të projektit të jetë në Amerikë dhe edhe pjesa tjetër le të jetë edhe për te oqeanit, pastaj nuk ka rëndësi, po 75% duhet të jetë e xhiruar këtu në shtetin e New Yorkut për të marrë mbrapsht atë taksën e lehtësuese. Na trego pak për Albany. Për Albany. Ke pas diçka mbështetje prej disa, ju kemi pa me disa xhirime të mëdha, keni pas pak mbështetje prej Albany aty? Po, në Albany kam patur fatin të njihem dhe të jem pjesë e organizatës së regjisorëve të pavarur, ne themi Upstate Independent Filmmakers dhe komisionera e filmit për qytetin Albany më ka dhënë një mbështetje shumë të madhe sa herë dhe madje kur shkojna për festivale dhe festivalin çmimin e parë që morëm në Toronto, në festivalin prestigjos të Torontos, ishte para që më suportoi në rrjetet sociale, ku tha në qytetin tonë, tha përveç artistëve të tjerë, tha kemi edhe një shqiptar që jeton në Albany dhe më ka mbështetur shumë dhe kjo është vërtet një meritë për ne shqiptarët që vim nga një vend i vogël të gjejmë një mbështetje të ngrohtë nga njerëz që jetojnë në vendin e huaj dhe kjo më vjen mirë për mbështetjen dhe jam mirënjohës për gjithçka që më ka mbështetur dhe më ka ofruar dhe më ka prezantuar dhe me regjisorë të tjerë të huaj që jetojnë në qytetin ku jetoj dhe unë. Atëherë të dalë një pyetje, ta e bëj, më intereson si i pan filmat të ju, nga çfarë ndjenja, çfarë emocioni ke kur i shkruan të filma, i bën ato, nga të vjen ajo dhunti që të realizosh? Muza, është në fillim shkruaj në formë proze, pra ose e shkruaj në formë proze ose kapem në një subjekt që mua më pëlqen dhe shkruaj e përjetoj dhe aty shoh që ka hapësirë për të krijuar film. Për shembull, Aromat e Nafilit të Kuqush në fillim unë nisa si prozë, por më pëlqeu gradualisht kur shkruan shikon që kjo ka hapësirë për të bërë një film dhe është subjekt shumë i bukur. Dhe kur të tërheq subjektit detyrimisht je interesuar ta sjellësh këtë nga forma e artit, ta marrësh nga letërsia dhe ta sjellësh në anën vizuale në artin e kinematografisë së filmit. Pra e shoh si puna e saj poezisë, është diçka që lind prej teje. Si themi ne, si ajo foshnja që rritet në barkun e nënës se ndjente në momentin kur ajo del dhe ti ke një diçka, ke krijuar një projektin tënd, si ajo foshnja që mban në duar është një kënaqësi e veçantë që ti ta shohësh si në letërsi, po ashtu edhe në film, në anën vizuale. Dua të dim vijimin e juaj në filma, çka mendoni? Se ne shqiptarët kemi dëshirë ta dim edhe në të ardhmen çka do të bëhet. Në të ardhmen, por siç e thash, po tani jam
realizova filmin The Last Kiss, Putja e fundit, jemi në fazat e post-produksionit dhe më pas do fokusohem në punimin e skenarit për të dhënë një hap në filme metrazh të gjatë. Shpresoj të realizohen, sepse dëshira kemi, po nuk e di, ndoshta nëse do më jepet mundësia, do besoj se së shpejti kam për ta realizuar dhe filmin e plotë. Një gjë e përmendëm më herët të për kontaktin edhe aktorët të bashkëpunojnë edhe të kontaktojnë. Ku mund t'ju gjejnë aktorët? Jam aktiv në rrjetet sociale, sepse më pëlqen të postoj nga krimtaria ime letrare, poezi, proza, gjithashtu më pëlqen të përkthej dhe nga bota e artit. Kam pasion shumë përkthej nga Hollywood Magazine më shumë për aktorët, për projektet e tjera filmike, dhe ata që kanë dëshirë të më kontaktojnë, jam aktiv në rrjetet sociale si në Instagram, ashtu edhe në Facebook. Dhe besoj është hapësira më e mirë e mundshme për të komunikuar pa shkak të largësisë me njëri tjetrin. Meqenëse se këtu në Shtetet Bashkuara të Amerikës është vend i mundësive, edhe kam pasë je një person që vëzhgon dhe i shikon vendet, ke ndonjë strategji të filmit të madh bësh në vijim me këto vendet e bukura që janë këtu? Edhe vende antike. Ka vende, kemi vende shumë të bukura dhe Amerika ka vende të bukura, por unë, më shumë që në Europa, të jemi sinqert për shkak të arkitekturës së vjetër që ajo mban akoma. Amerika ka filluar, sidomos qytetet e mëdha janë drejt modernizimit me gjithçka, megjithatë ka dhe vende të vjetra që kanë arkitekturë klasike. Për shembull, në qytetin ku jetoj unë ka një ndërthurje mes arkitekturës moderne, mes modernes dhe klasikes. Dhe shruajtur me fanatizëm nga bashkia, ajo pjesa fasada nuk është trazuar pjesa klasike me këtë moderne. Dhe aty ku është ndërtuar moderne është më vete nga klasikja. Dhe kjo më pëlqen shumë të ketë identitet. Gjë që të cilën unë shpresoja ta shihja edhe në Tiranë, kur dhash premierën, kur shfaqja premierën e filmit në Tiranë, por për fat të keq kryeqyteti kishte humbur identitetin tek në ndërtime, gjithsesi janë gjëra që nuk më përket mua në fushën time t'i prek, po më pëlqejnë qytete që kanë një identitet. Me sa e di, kur ishe në Shqipëri, nuk të lanë mediat të rish rahat të qetësosh, por ishe non-stop në për televizion. Si ka qenë mikpritja e jonë? Ka qenë një mikpritje shumë mirë, ashtu si e thonë, sidomos kam qenë dhe në Kosovë, kam qenë, si themi ne, si në shtëpinë tonë, sepse Kosova ne jemi si dy vëllezër, po me nën e babë të ndarë. Dhe ka qenë një mikpritje ngrohtë, dëshira për artin dhe letërsinë ka qenë e madhe, jam njohur me njerëz të mrekullueshëm që më kanë pritur me ngrohtësinë e tyre, kam vizituar, kam patur fatin të shoh radio televizionin e Kosovës nga më të vjetrit, që kishte akoma ato plakat e zeza që ishin atëre të pandryshuara dhe kishte një identitet, dhe më pëlqen, pavarësisht se ishte diçka e vjetër, më pëlqej shumë. Kam vizituar dhe Prishtinë mu dha mundësia, qytete, kam takuar edhe njerëz nga fusha e artit, kam qenë edhe në studiot në Kosovë, më pëlqeu shumë mikpritja. Më pëlqeu mikpritja, ngrohtësia dhe më vjen mirë që ne jo vetëm na pëlqen arti, po dhe përkrahim njëri tjetrin. Gëzohen dhe ata kur filmi shqiptar kap sukses. Dhe më vjen mirë për këtë. Atëherë pra, unë mund të them të uroj suksese në vijim, edhe nëse kam më nashkalu, diçka nuk të kam pyetur, të lutem, je i lirë, edhe mund të thoni se me të vërtet është një ndedhë dhe një respekt i madh që të kem njerëz të shuar të botës të artit, si që jeni ju edhe që punoni jashtë mase. Faleminderit shumë Noli për hapësirën, besoj i tham të gjitha dhe unë uroj që në të ardhmen të bashkëpunojmë së bashku, gjithashtu pres me kënaqësinë ndihmën tuaj. Atëherë pra të nderuar shikues dhe dëgjues, kudo që jeni, ishte kënaqësia jone e madhe që patëm mund të them edhe një regjisor të madh shqiptar, Aurel Naçen, me të vërtetë që thash edhe më herët se ky është një njerëz që nuk ndalon, edhe besoj që ëndra e tij do të plotësohet këtu në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Pra mirë mbeqi deri në emisionet e radhës me Noli Show Noli TV këtu në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Mos të harrojmë edhe kanalin 14 në Rock Hill Community TV dhe dua të jem faleminderues i Michael O'Toole, me qenë se është një ndër regjisorët që na ndihmon dhe na suporton me të madhe. Pra, mirë mbeqi deri në emisionet e radhës.